Nxënësit e arsimit bazë dhe të mesëm në kurrikulat e tyre shkollore do të marrin njohuri edhe mbi besimet fetare. Nuk është përcaktuar ende nëse do të jetë një lëndë ose kapitull i veçantë në programet ekzistuese, por kryeministri Edi Rama garantoi se kjo iniciativë nuk dëmton laicitetin. Përkundrazi, ai tha se do të armëtos të rinjt me dijet fetare. Ky projekt konsiston jo në cënimin e laicitetit të shkollës sonë, po në forcimin e themeleve të kulturës laike, e cila është e dobët dhe e pafuqishme të përballet me format e ekstremizmit dhunshëm, apo të ekstremizmit me kostum e me kravat, me vëmendjen e mprehur për të mos rënë pre e tundimeve të mëdha që joshin dhe kthejnë në viktima fatkeqe të xhihadizmit apo të ekstremizmit politik. Ndonë se ky projekt do të mbështetet nga ekspertë të huaj të çështjeve fetare, komunitetet fetare në vendin tonë duhet të dorëzojnë draftet e tyre me atë se çfarë duhet të dinë të rinjt mbi përkatësinë fetare. Kemi thirrur në ndihmë ekspertë të mirënjohur botërisht të kulturës civilizimeve dhe do të eksperimentojmë për herë të parë fal teksteve të përgatitur në harmoni të plotë mes këtyre institucioneve, duke filluar që nga Observatori i Laicitetit në Paris dhe komuniteteve tona fetare në Shqipëri. Këtë deklaratë Rama e bëri në aktivitetin organizuar nga komuniteti musliman shqiptar në nder të ditëlindjes së profetit Muhammed. Kreu i këtij komuniteti, Haxhi Skënder Bruçaj, përsëriti thirrjen se islamizmi nuk lidhet me aktet terroriste në botë. Çdo përpjekje për nxitjen e konflikteve dhe përçarjeve bie ndesh me thelbin dhe frymen e islamit. Nuk është kurrë si e drejtë që të akuzosh këtë fe të paqët për veprime gjykatare të ekstremizmit të dhunshëm. Në këtë aktivitet morën pjesë mijëra besimtarë, përfaqësues të politikës, trupi diplomatik dhe komuniteteve fetare në vend dhe rajon.